Ky Big Brother ka qenë një nga më ofenduesit nga gjithë sezonet e mëparshme, për shkak se të gjithë banorët dhe gjithë skenarët që po bëhen nga vëllai i madh kanë të bëjnë me nxitjen, sherrin, si dhe prishjen e imazhit të banorëve të tjerë. Dhe kush mund të ishte tjetër përveç se Mateos, i cili ka pasur një sherr shumë të madh me Mirin. Konflikti ka filluar që me Selinën, ku Mateo filloi të bënte muhabet me të dhe filloi një afrim shumë i madh mes tyre. Pas një përqafimi të ngrohtë që ai dha Selinës, Miri duket se u bë xheloz. Një burr afro 50 vjeç i cili xhelozon për një vajzë e cila nuk ka asnjë lidhje me të, madje është i martuar dhe me fëmijë. Një ngjarje e cila është mjaft e shëmtuar kur shihet nga publiku, por që kaloi një sherr shumë të madh aty. Një përplasje kokë më kokë mes Mateos dhe Mirit ka bërë që vëllai i madh të mbyll pamjet në shtëpinë më të famshme në Shqipëri. Miri e përshtyndë në fytyrë, ndërsa Mateo qëndronte aty sy pa trembur për të qenë përballë dhe për të mos ulur veten e tij. Normalisht duket qartë që Mateo ka një farë respekti për Mirin vetëm për moshës, dhe asnjëherë për karakterit dhe për gjesteve që bën. E vetmja gjë që ai po mundoi të bënte ishte që ta kuptonte që Selina është thjesht një banore dhe të kaloj kohë me të. Por veprimi i Mirit duket shumë i papjekur. Vëllai i madh ka vendosur të reagojë duke sjellë një zarftëzi në shtëpinë e Big Brotherit, por nuk dihet ende nëse kjo gjë do të ndikojë Selinën me Mateon apo Mirin. Duket qartë që situata tashmë është ndezur dhe pas një muaji qëndrimi në shtëpi, të gjithë banorët kanë filluar të krijojnë frontet e tyre për të përballur dhe për të shkuar drejt çmimit të madh. Ky Big Brother duket se të vazhdojë gjatë dhe duket se do të ketë shumë bëma dhe sherrë atë shtëpi. Çfarë mendimi keni ju? Kush do të ta vuaj fajin e zarfit të zi? Komentoni mendimin tuaj dhe mos harroni të shtypni butonin subscribe për të mos humber asnjë video të re rreth kanalit ton. Ju faleminderit.